Rruga Kukës-Kalimash po përkërcohet çdo ditë më shumë. Në të gjithë gjatësinë prej 16 kilometrash, aksi paraqet dëmtime serioze, ndërsa rreshtet e dendur të 2 muajve të fundit kanë përshpejtuar procesin e degradimit. Drejtuesit e mjeteve cilësojnë situatën të rënduar pasi ka shëmbje të trupit të rrugës, ndërsa një shkëmb i madh i rrëzuar nga skarpati i malit vijon të qëndrojë në anë të saj duke shtuar rrezikun për qarkullim. Situata në rrugën nga Kuksi deri në Kalimash është shumë e keqe. Sidomos për kjo shemja se ashtu dhe ai guri i madh se është aty. Problematik gur ka në mes shumë. Sidomos në mes. Sa e vërshëson qarkullimin, Vërshëson sa dush, rrezik ka një gur sa dush për Sibin, për makinat, pasagerë, gjana që lëvizim në sa dush ka rani, sa dush. Kjo është e gryme komplet në artak, është e gryme komplet. Çfarë kohë? Ka që një 2 javë. Që 2 javë që është. Edhe ai guri. Edhe ai guri ka që një javë guri që. Plus edhe ura që aty kanë bordurat anash. Bordurat kanë qenë që është në vazhdim ato faktikisht, po edhe këtë. A pastrohet, a mirëmbahet, a Po mirëmbahet faktikisht, po ka shumë dë shtesë punëtore, dë fuqi punëtore për më mbajt. Ma shumë më që di ku a shem të fabriken, ura zërë. Ka probleme gjithkon, po. Ka dhe ishte edhe një guri malë gatë. Po. Që sa kohë, që jasi situatën përgjithësi? Që një javë, ala i do të ashtë. Do, s'kisha me thonë. Të bollë, edhe ura ati. Ati ka i kratë komplet. A mirëmbahet, a dalë me hek gurta, vajra? Kanë punu, nuk thëmë se s'kanë punu, po. Ato do, të është do pastru rruga komplet, a çdo ditë të ro guri janë. Edhe a shumë fizum dhe vite. Jo, ato e firma këto në fusharësit. Ska o, kjo që javë guri herë aty në rrugë. Problem serioz mbetet edhe një nga urat kryesorë të këtij segmenti me gjatësi rreth 37 metra. Mbrojtësit anësorë të vendosura që në ndërtimin e aksit janë të amortizuara dhe jashtë funksionit, duke ngritur shqetësimin për sigurinë e mjeteve, sidomos atyre të tonazhit të rënd. Rruga Kukës-Kalimash është arterie e rëndësishme për banorët e njësisë alternative Malzi, pasi shërben si lidhje direkte me qytetin e Kukësit.